Kushtet atmosferike dhe situata gjeografike janë shumë të favorshme për kultivimin e ullirit në Bashkinë e Finikit. Prandaj dhe fermerët, banorët e kësaj njësie vendore sigurojnë prej shumë dekadash të ardhura financiare të kënaqshme nga prodhimi i vajit të ullirit. Sipas statistikave zyrtare të Drejtorisë së Bujqësisë në Bashkinë e Finikit, në këtë njësi vendore janë të regjistruar rreth 100.000 rënj ulliri, por në verën e këtij viti janë ndjekur rreth 25.000 rënj ulliri. Mirë po, si vjetë të shënuar një rënje e theksuar në prodhimin e kësaj kulture, pasi janë disa faktorë që kanë ndikuar. Po do të nisemi nga problemet të cilat nuk varen nga neve, domethënë janë çështje natyrore, është që prodhimi në vitin 23-24 ka qenë shumë i madh, që kështu që ulliri një vit prodhon më shumë dhe një vit prodhon më pak, dhe çështja tjetër është çështja e lagështisë. Bima ullirit vuan dhe nga lagështia toksore dhe nga lagështia ajrore. Ujërat kanë qenë të pakta, edhe kështu që një pjesë e prodhimit ka humbur nga ky drejtim, nga mungesa e lagështirës. Madje, në ditët e fundit të dhjetorit ka filluar edhe krahasitja e bimës së ullirit, ku një pjesë e specialistëve vijnë edhe nga Bashkia Fqenjë e Konispolit. Njëri prej tyre është zoti Hajredin Pakullati nga fshati Shalës. Kur ka filluar krahasitja? Ja, po tani në këtë muaj fillon, vazhdon në janar, shkurt, mars, edhe në prill mund të vazhdosh krahasitjen në ulli. Nuk ka patur prodhim se vjet, se ka patur vitin e kaluar edhe ulliri kështu e ka, një vit bën, një vit nuk bën. Gjithsesi, vetë fermerët e pranojnë jashtë kameras se një në 2 vjet shënohet ulja e prodhimit të ullirit.